Kjo është një farë eventi bar botëror I cili ndodh përmjet 2000 vendet botës. Edhe na Me të njëjtin emën. Me të njëjtin emën, edhe është, domethënë kjo është edhe regjistruar ndërkombëtarisht, po na si Gjakova vogël një herë fillojmë ta shohim çysh po shkon interesimi. Po, pra. Çka është ideja kësaj është domethënë mu mbledh njerëz në ditën e caktuar që është e shtunë çdo të shtunë javës. Në ora 9, mirë kishë qenë për mu përgatit, sidomos ata që e kanë për të parë ose risht janë në mbrapim. Po. Mu nxe pak, 9:15 me qenë 9:10, se kjo 9:00 duhet mu nis, apo kupton. Edhe është mirë më bë kjo. Se është mirë rujt edhe kohën njerëz vetë e dinë që në ora 9 kanë mu nis, u kry muhabeti, e kryve ti vrapimin, mundesh me shku në shtëpi. Po. Apo kupton mos me hub kohë shumë pa lidhje kështu. Kjo për ndryshe a u desh më regjistru di kanë këtë organizuar? Për momentin jo njerëzit. Po, iniciativë. Kjo bëhet edhe online ti regjistrohesh edhe ti mana si rekord gjitha vrapimeve që I ke bërë, na përmenojmë që njerëz s'është domosdoshme me marr pjesë çdo të shtunë dikush kur I bëhet, se tash jena njerëz me punë, s'kena kohë gjithmonë të shtunën të lirë në çat orë, po kjo nuk ka qëllim karakter garus. Me rëndësi është me dalë që aty mi shiju pak natyrën, pak trupi me të dhimt, edhe pak me oksigjen me të mush trumi. Po, edhe më konë një lloj solidariteti aty. E qëta është mundësia që edhe me na po, edhe me në bashkan gjit, edhe mu bo vullneti gjithë kujt kush ka qef mi pas një fizik në rregull, një jetë mirë edhe një gjumë të rahatshëm. Besa mas vrapimit edhe kur han nuk e këshyr hiç sa po han se po se e shpenzon. E shpenzon, kështu që han për qef, din kush ka ndaj problem me peshë.